Me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit, në Muzeun e Arsimit në Korçë është çelur ekspozita unike Gjurmë Dijesh, fletoret e para. Një udhëtim në historinë e arsimit dhe hapat e parë të shkrimit dhe këndimit në Shqipëri. Në këtë ekspozit paraqiten për herë të parë regjistra shkollor të vitit 1920, të cilët ofrojnë një pasqyrë të rëndësishme mbi organizimin e arsimit në atë periudhë. E rëndësishme është të theksojmë se këto shkolla jo vetëm që kanë qenë vende për mësimin, por gjithashtu janë vende të cilat kanë kultivuar vetëdijen kombëtare dhe fuqizimin e gruas në shoqëri. Duke qenë se Korça ka qenë pararoje e shkollës së parë shqipe me themelimin e saj në 1887, edhe këto shkolla fillore femërore na tregojnë rëndësinë e historisë së arsimit në qytetin e Korçës. Ndërkohë, koleksionisti korçar Mirgen Shambli ka sjellë për herë të parë një koleksion unik prej 40 fletoresh të nxënësve korçar nga periudha të ndryshme, duke ofruar një panoramë interesante mbi metodat e mësimdhënies dhe zhvillimin e sistemit arsimor ndër vite. Fletoret janë me tematika të ndryshme, janë fletore shkrimi, kryesisht, matematike, fletore vizatimi, janë fletore pundore, bukur shkrimi që luan një rol të rëndësishëm. Fletoret janë personale, mund të themi, janë të nxënësve dhe është një koleksion me tematika të ndryshme. Kjo ekspozit shërben si një dëshmi e çmuar e rrugëtimit të arsimit shqiptar dhe vlerave historike që ruan qyteti i Korçës, i njohur si djepi i kulturës dhe i edukimit.